Të dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Këshilli Vendor Rinor organizoi dje festën e fëmijëve në Lulishtën e qytetit, e cila mblodhi 10 fëmijë që u argëtuan në aktivitetin veror. Festa e fëmijëve u organizua nga Këshilli Vendor Rinor Lushnjë në Lulishtën e qytetit, të mbushur me buzëqeshjen e 10 fëmijëve. Në një atmosferë festive me muzikë, kërcime, lojra argëtuese, shfaqje me kloun dhe surpriza të shumta, të velit kaluan disa orë plot gëzim të shoqëruar nga prindrit e tyre. Aktiviteti ka qëllim krijimin e një mjedisi të sigurt dhe argëtues, edukativ e kreativ për fëmijët dhe familjet e tyre gjatë mbrëmjeve të verës, duke promovuar rëndësinë e fëmirisë, socializimit dhe përfshirjes aktive në jetën e komunitetit. Pjesëmarrja e lartë e fëmijëve u vlerësua nga organizatorët që theksuan se aktivitete të tilla do të vijojnë edhe në të ardhmen. Siç e shihoni edhe pas shpinës sime, jemi mbledhur që të gjithë të rinjtë anëtarë të Këshillit Vendor Rinor të qytetit të Lushnjës për një aktivitet shumë fantastik, shumë veror, për të aktivizuar të gjithë fëmijët e qytetit tonë. Në fakt, unë mendoj se kemi nisur mbar këtë ri mandatim të anëtarësimit tonë në Këshillin Vendor Rinor me aktivitete të rinore për fëmijët. Kemi shumë aktivitete të tjera për të organizuar, për të aktivizuar të gjithë të rinjtë e qytetit. Në fakt nuk kemi vetëm grup fokusin e bashkëmoshatarëve tanë, por gjatë muajve të verës kemi menduar që të bëjmë aktivitete kulturore, muzikore dhe sportive për të gjithë fëmijët, por edhe ata që kanë dëshirë që të na marrin pjesë në aktivitetet në vazhdim. Gjithashtu, mendoj që aty ku do t'jetë fokusi kryesor për ne, është muaji shtator-tetor e kështu në vijim për gjithë mandatin ton dhe punën që duhem që të kryejmë neve si këshill, me aktivitetet të tjera që do të ketë grup fokus patjetër për adoleshentët, për maturantët, por edhe për të gjithë studentët e tjerë që do të na bashkohen aktivitetet tona, kështu që Këshilli Vendor Rinor i qytetit të Lushnjës do të vazhdojë të jetë aktiv përgjatë verës dhe kështu do startojmë mbar dhe zyrtarisht në shtator. Ta përsëris? Edhe? Kumoni! Kryeministri Edi Rama e lidhi projektin Smart City në 20 shkolla të Tiranës me vrasjen e Martin Canit. Familja reagon, kërkojnë përgjegjësi, jo propagandë. Kryeministri Edi Rama, i shoqëruar nga Ministri i Brendshëm Lamallari dhe Ministri i Arsimit Kumbaro, inspektoi qendrën e komandës dhe kontrollit të projektit Smart City, ku prezantua funksionimi i sistemit të ri të monitorimit dhe sigurisë në 20 shkolla të Tiranës, me synimin për të garantuar standarde më të larta sigurie për nxënësit, si dhe për të lehtësuar punën e mësuesve dhe për të rritur besimin e prindërve. Gjatë prezantimit, kryeministri e cilësoi Smart City si një super projekt teknologjik që brenda 12 muajve do të ofrojë Shqipërinë me standardet më të larta evropiane në monitorimin e rrugëve, mjeteve dhe hapësirave publike. Kryeministri tha se projekti është një përgjigje institucionale ndaj ngjarjes tragjike ku humbi jetën nxënësi Martin Cani pranë shkollës Fanoli, duke theksuar se ajo ngjarje evidentoi nevojën për një sistem modern parandalimi dhe reagimi. Unë nuk e kam harruar, siç e kanë harruar të gjithë ata që e përdorën, keq përdorën, abuzuan deri në fund atë tragjedi, sepse e kujtoj për ditë, duke ndjekur pikërisht këtë projekt. Të gjithë prindrit që kanë fëmijët në shkolla duhet të ndjehen mirë, duhet ndjehen të lehtësuar për faktin që qeveria është një trup e cila thot atë që bën dhe bën atë që thot. I gjithë projekti është i ndërtuar në mënyrë që sistemi të informojë në kohë reale për rrezikun. Deklarata e kreut të qeverisë ka sjell reagimin e familjes së Martin Canit. Përmes një deklarate publike, familjarët e adoleshentit e akuzojnë Ramën se po përdor emrin e djalit të tyre për qëllime politike dhe propagandistike, ndërsa shmang përgjegjësitë reale të institucioneve që sipas tyre dështuan ta mbronin. Familja thekson se tragjedia nuk duhet të shfrytëzohet për promovimin e projekteve qeveritare, por të shërbejë për të nxjerrë përgjegjësitë dhe për të garantuar që ngjarje të tilla të mos përsëriten më. Reagimi rikthen në vëmendje debatin mbi përgjegjësinë institucionale për sigurinë e nxënësve dhe masat që duhet të ndërmerren për parandalimin e rasteve të ngjashme.
Çmimi i naftës në vend kalon 2 euro. Shqipëria vijon të ketë çmimin më të lartë në rajon. Çmimet e naftës në tregjet ndërkombëtare janë rritur sërish gjatë ditëve të fundit, të nxitura nga tensionet në rritje mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, si dhe nga shqetësimet për furnizimet përmes ngushticës së Hormuzit. Referenca Brent është ngjitur pranë $85 për fuqi, ndërsa nafta amerikane ka arritur rreth $80 për fuqi, nivelet më të larta në afro një muaji. Rritja është ndikuar edhe nga rikthimi i sanksioneve amerikane ndaj anijeve iraniane, sulmet e reja në lindjen e mesme, si dhe goditjet ukrainase ndaj rafinerive dhe infrastrukturës energjetike ruse, të cilat kanë kufizuar eksportet e karburanteve. Shtrenjtimi është reflektuar dhe në Shqipëri, ku çmimi i naftës ka arritur në 196 lekë për litër. Sipas operatorëve të tregut, rritja lidhet me shtrenjtimin e treguesit ndërkombëtar Plac, i cili është rritur ndjeshëm gjatë javëve të fundit. Megjithatë, Shqipëria vijon të mbetet vendi me çmimin më të lartë të naftës në rajon. Operatorët e lidhin këtë me barrën e lartë fiskale, pasi rreth gjysma e çmimit final përbëhet nga taksat. Taksa e qarkullimit prej 27 lekësh për litër, akciza fikse prej 39.4 lekësh dhe taksa e karburantit prej 3 lekësh, mbi të cilat llogaritet edhe TVSH-ja 20%, e bëjnë karburantin në Shqipëri më të shtrenjtë se në vendet fqinje. Ndërkohë vendet e rajonit kanë ndërmarrë masa për të zbutur efektet e rritjes së çmimeve. Serbia ka vendosur kufi maksimal për çmimet dhe ka ulur akcizat. Maqedonia e Veriut dhe Malizi kanë ndërhyrë me politika fiskale, ndërsa Kosova vijon të publikojë çdo ditë çmimet maksimale të lejuara për karburantet. Aktualisht nafta kushton rreth 1.87 euro për litër në Serbi, 1.58 deri 1.68 euro në Maltëzi, 1.42 euro në Maqedoninë e Veriut, 1.56 euro në Kosovë dhe rreth 1.40 euro në Bosnjë-Hercegovinë. Në Shqipëri, çmimi ka kaluar lehtësisht nivelin e 2 eurove për litër. Ekspertët vlerësojnë se nëse tensionet në lindjen e mesme vazhdojnë dhe furnizimet globale kufizohen, presioni mbi çmimet e karburanteve pritet të mbetet i lartë edhe në javët në vijim. Pas valës së zgjatur të nxehtit, stuhi vdekjeprurse godasin Evropën, shkaktojnë 2 viktima në Francë dhe lënë mijëra familje pa energji. Të paktën 2 persona kanë humbur jetën në Francë pasi stuhi të fuqishme goditën vendin pas një vale të zgjatur të nxehti, duke shkaktuar dëme të mëdha në disa rajone. Sipas autoriteteve dhe operatorit të rrjetit elektrik Enedis, rreth 53.000 familje mbetën pa energji elektrike. Në St. Victornian, në departamentin Haute-Vienne, një grua humbi jetën pasi u godit nga një pemë rrëzuar nga era, ndërsa në Dolomieu, një burr u gjeti pa jetë në një punishten që u përfshi nga flakët pasi u godit nga rrufeja. Në disa zona të Francës u raportuan rreshje intensive breshëri me kokra sa një top golfi, ndërsa stuhit sollën era të forta, shira të rrëmbyeshëm dhe përmbytje. Moti ashpër ka goditur edhe vende të tjera të Evropës. Në Gjermani dhe Poloni, stuhit kanë shkaktuar përmbytje dhe dëme të konsiderueshme. Në qytetin polak të Wrocławit, rrugët dhe linjat e tramvajit u bllokuan nga uji, ndërsa era e fortë rrëzoi pemë dhe dëmtoi infrastrukturën. Autoritetet u bën thirrje banorëve të qëndrojnë në shtëpi dhe të tregojnë kujdes, pasi moti i keq pritet të vazhdojë. Situata është kritike edhe në Azi. Në Bangladesh, rreshjet e dendura të shiut dhe përmbytjet e shkaktuara nga sezoni i musoneve kanë shkaktuar të paktën 53 viktima, ndërsa mijëra banor janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre. Meteorologët paralajmërojnë se fenomenet ekstreme të motit po bëhen gjithnjë më të shpeshta dhe më intensive, duke kaluar nga temperatura rekord në stuhi të dhunshme brenda një kohe shumë të shkurtër, me pasoja të rënda për popullsinë dhe infrastrukturën. FIFA zyrtarizon arbitrin e finales së madhe të Kupës së Botës 2026. Slavko Vincic është arbitri i parë sloven në një finale botërore. Sloveni Slavko Vincic është përzgjedhur nga FIFA për të gjykuar finalen e Kupës së Botës 2026 me Spanjës dhe Argjentinës, e cila do të zhvillohet të diela në stadiumin MetLife në New Jersey. Emërimi i 46 vjeçarit shënon një moment historik për futbollin sloven, pasi ai bëhet arbitri i parë nga Slovenia që drejton finalen e një kampionati botëror. Në një video të publikuar nga FIFA, Vincic shfaqet i emocionuar në çastin kur njoftohet se do të jetë arbitri kryesor i ndeshjes më të rëndësishme të futbollit botëror. Kjo është pjesëmarrja e tij e dytë në një kupë bote për meshkuj. Në Katar 2022, ai drejtoi 2 sfida të fazës së grupeve, ndërsa në botrorin 2026 ka qenë në qendër të 5 ndeshjeve, përfshirë edhe përballjen e fazës me eliminim direkt mes Meksikës dhe Ekuadorit.
Për Vincic, finalja me Spanjës dhe Argentinës nuk është ndeshja e parë për një trofe madhor. Në vitin 2024, UEFA i besoi drejtimin e finales së Ligës së Kampionëve, ku Real Madridi triumfoi 2-0 ndaj Borussia Dortmundit në stadiumin Wembley. Me këtë emërim, FIFA konfirmon besimin te përvoja dhe niveli i lartë profesional i arbitrit sloven, i cili do të ketë përgjegjësinë të drejtojë sfidën që do të kurorëzojë kampionen e re të botës. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.